Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vazhdojmë me pjesën 16 në hadithin e Abu Said al-Khudrit radhiyallahu anhu, ku tregohet në hadithin e Imam Tirmidhiut se kafshët dhe gjymtyrët do t'i flasin njeriut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Said al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, pasha atë që ka ndorë shpirtin tim. La takumu as-sa'atu hatta tukallima as-siba'u al-ins. Nuk do të ndodhi kiameti vetëm se kafshët gjahtare, kafshët e egra, do t'u flasin njerëzve. U hatta tukallimu ar-rajula adhabahu sawtihi. Derisa njerëzve t'u flasi, thot, tukallimu ar-rajula falni, tukallimu ar-rajula adhabatu sawtihi, derisa njerëzve t'u flasin pjesët e tarfu, pjesët e trupit ti. Adhabatu sawti yani alaqatuhu aw tarfuhu. Pjesët e tij. Wa shiraku na'li, dhe rripat apo e nallanave ti. Wa tukhbiru fakhidhuhu bima ahdatha ahluhu min ba'di. Apo do t'i tregojë atij kofsha e tij, këmba e tij, për atë çka kanë bërë familjarët e tij mbas shpinës tij. A është për qëllim këtu në këto hadithe që nëpërmjet teknologjisë që ndodh sot, njerëzit do të spionojnë njëri tjetrin, do të tregojnë njëri tjetrin, do të vendosin mjete apo gjëra që informojnë për çdo gjë rreth tyre. Kjo kohë po ndodh sot, Zoti e di më së miri, por që kjo i përfshin të gjitha kuptimet dhe format në të cilat do të vi. A do të ndodhi kjo për shkak të inteligjencës artificiale? Ndoshta edhe kjo do të vi kur njerëzit do të bëjnë nëpërmjet inteligjencës artificiale që të flasin kafsh, apo që të flasin gjymtyrët e njeriut, apo të ngjashme kështu me radhë, apo të spionojnë njerëzit njëri tjetrin nga gjërat nga më të çuditshme, me mjete nga më të çuditshme. Zoti e di më së miri, të gjitha përfshihen dhe nuk përjashtohet asgjë nga këto. Prandaj neve lutim Allahun na ruaj nga sherrri i këtyre gjërave të reja, saqë rritja e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale është një bombë atomike, teknologjike, elektronike, e cila siç ka dobit e veta, ka dhe dëme kolosale për brezat që po vinë, sepse ajo mund të arrijë, sipas një grupi të madh studimesh dhe studiuesish, ta kapërcej deri diku edhe vetë inteligjencën e njeriu, madje duke krijuar mjete që janë më të zonja se vetë njeriu. Këtë është mendimi i një grupi studiuesve perëndimor, për cilën flasin për rrezikun e inteligjencës artificiale. Ne lutim Allahun azza wa jall që të na ruaj nga sherrri i tyre, dhe lutim Zotin subhanahu wa taala që këto hadithe të jenë nxitje për vëllezërit dhe motrat tona, për djemt dhe vajzat tona, të thellohen në shkencën e teknologjisë dhe të jenë njerëz të ditur që t'i përballojnë sfidat që do të vinë, para se të jemi të kapur mat nga të gjitha mjetet dhe të jemi të pafuqishëm për të mbrojtur fen ton, familjen ton, derin ton, pasurinë ton, vendin ton, kombin ton dhe gjithë vëllezërit motrat tona kudo që ndodhen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.